Është çelur zyrtarisht dhe është prezantuar programi i përbashkët shkenca arkitekturore në trashëgimi në sallën e Universitetit Ismail Qemali, një bashkëpunim ky akademik që shënon një hap të rëndësishëm për Universitetin Ismail Qemali të Vlorës dhe për Politeknikumin e Barit, të pranishëm akademik të dy universiteteve përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, autoritete vendore dhe konsulli italisë në Vlorë Achille Provenzano. Hapja e këtij programi është një gur kilometrik në historinë akademike të Universitetit të Vlorës. Kështu e ka nisur fjalën e saj rektoria Ismail Qemalit Aurela Saliaj, ku për herë të parë universiteti po ofron një program të përbashkët me një universitet partner në BE. Për herë të parë në Universitetin Ismail Qemali po studiojnë studentë ndërkombëtar nga disa shtete të BE-s dhe më gjerë. Programi që ju keni nisur është një program unik. Trashëgimia kulturore nuk është një çështje që i përket të kaluarës ose vetëm të kaluarës. Është mbi të gjitha një piketë shumë e rëndësishme për të ndërtuar të ardhmen tonë, sepse nëpërmjet punës suaj juve u takon sfida dhe privilegji që të punoni me hapësirat kulturore, hapësirat historike, të krijoni hapësirat identitare të dy komuniteteve tona, si të komunitetit shqiptar, ashtu edhe të komunitetit italian. Dhe kjo pastaj do jetë edhe fuqia mbi të cilën do ngrihen piketat e të ardhmes, do ngrihet zhvillimi i qëndrueshëm për të ardhmen tonë. Së pari ju falenderoj pafundësisht për besimin që i keni dhënë Universitetit Ismail Qemali, për profesionalizmin që keni treguar në gjithë të rrugtim që kemi bërë deri tani dhe për bashkëpunimin shumë të ngushtë, shumë efikas që bëri të mundur dhe zhvillimin e këtij programi. Profesor Umberto Fratino, rektori i Politeknikumit të Barit, në fjalën e tij ka veçuar rëndësinë e një programi të tillë të përbashkët, një program unik, ndërkombëtar dhe me standarde të larta akademike. Trashëgimia kulturore nuk është vetëm e shkuar, është një përgjegjësi për të ardhmen, ndërsa arkitektët e rinj do të kenë sfidën dhe privilegjin të ruajnë, të ripërdorin dhe transformojnë me kujdes hapësirat që mbartin historinë, identitetin dhe vlerat e komuniteteve. È la mia prima uscita internazionale pubblica e ci tengo a sottolineare è stata fortemente voluta all'interno di queste università in questo paese per suggellare, rappresentare e consolidare un percorso che è nato in collaborazione tra due istituzioni che credono fortemente nel loro compito istituzionale, che è quello della formazione dei giovani, la creazione di competenze, la costruzione di percorsi condivisi, la volontà di far crescere insieme i due popoli e le due società per una crescita comune che guardi all'Europa, alla pace e al mondo che verrà con soddisfazione. Më pas kanë përshëndetur dhe të tjerë të pranishëm, në fjalën e të cilëve u theksua se shkenca arkitekturore në trashëgimi nuk është thjesht një program studimi, por është një investim i përbashkët në të ardhmen e trashëgimisë kulturore, arkitekturore dhe urbane të rajonit.